asnjë se ka me atë, duhet të kuptoj këtë gjën që asnjë nuk intereson se ku është, qa bën, qa s'bën. Realisht, se unë nuk e shoh si konkurente, nuk e di pse. Thjesht për mua është, jep vetëm opinionet dhe thot doni me u kap me mu, po asnjë s'do me u kap me atë. Është vërtet. Jo, është vërtet veramente. Nobody cares. Ore, ka tërë ditën thot që po kapet me njerëzit, po asnjë s'po ja kthen. Dhe me thonë që s'ke vlerë në këtë shtëpi jo si person. Si person absolutisht nuk dhe... Nuk i intereson kujt që të krijoj diçka, ose nuk je jo vlerë, nuk je rëndësishme për këtë shtëpi. Vlerë në shtëpi po them, jo si person, nuk do gjykoj kur si person, se jam ky lloj tipi. Po sipas meje, sipas meje njerëzit është e lodhshme pak. Me muhabete, do me thonë, me të gjithë... E me përsëritet dhe ka të njëjtin tekst. Të njëjtin tekst. Ju e dini kush jam unë. Unë do ju nxjerr, më tha mua, surratin, tat. Me thënë, nuk e di ku jem stu. Qëllimi saj vetëm është që të na nxjerrin neve surratin e vërtet. Se di ajo që neve kemi shumë. Para punës... Dhe nuk e di mas vetë se kush është i vërteti. Pyesi Kristin. Para punës thuat fytyra, sepse nuk është kaq etike, do me thënë televizion thuash surratin tat, se nuk e di nga vjen ti, po unë edukatën e familjes time kam pas edhe gjithmonë kanë thënë nuk i thuat kujt kështu. Nuk i thua tjetrit nga hiqi, unë për ty pi kafe, ja Greta është një chihuahua, një qenë. Po pse ta tha këtë gjë? Shumë panikvje. Nga hiqi, a kupton? Bullizon, thuaj. Po, është bullizuse. Restorati jot i vërtet është ti je djallëzore, djalli. Po mëret për atë punë, edhe Selin mua më ka thënë, nuk e di nëse e ke parë nga, po ta them unë, informacion nga brenda, që të mos jetë informacion nga jashtë, kur ishte në nominim, nëse e mban mend, më tha magjistare, dhe më tha, shiko